Ina Zhupa, samiti diasporës, ngjarje elektorale nuk është gjithëpërfshirës. Kryetari i Komisionit Kulturës, Turizmit dhe Diasporës, Ina Zhupa, ka kritikuar mënyrën e organizimit të samitit të diasporës. Zhupa shprehet se është mangur qëllimisht roli i kuvendit për shkak se komisioni drejtohet nga opozita, duke cilësuar samitin si një aktivitet me prirje propagandistike dhe elektorale. Ajo ngre gjithashtu pikpyetje mbi përzgjedhjen e pjesëmarrësve, organizimin dhe koston, duke theksuar se çështjet e diasporës duhet të trajtohen për te interesave politike dhe në përputhje me standardet e transparencës dhe gjithëpërfshirjes. Në datat 13-15 prill në Tiranë u zhvillua samiti diasporës, duhet të ishte një ngjarje e madhe për diasporën shqiptare. Komisioni parlamentar për diasporën që unë drejtoj nuk ka asnjë informacion për këtë aktivitet, bile nuk ka as edhe ftesë për të. Në publikimin e bërë nga ministri i jashtëm dallohen qartë panelet, nuk ka asnjë deputet pjesëmarrës nga Komisioni i Diasporës, qoftë nga majoranca socialiste. Është mangur totalisht roli i kuvendit sepse ai komision drejtohet nga opozita, synohet që aktiviteti i diasporës të kthehet në një samit propagandistik, një samit elektoral, një samit për qëllime politike. Dhe është për të ardhur keq një ngjarje që duhet të ishte përbashkuese, por shndrohet në një aktivitet pas pak gjithëpërfshirje. Nuk ka transparencë se kush do të jenë pjesëmarrësit e diasporës, si janë përzgjedhur, si janë zgjedhur panelet, sa është kosto dhe si është organizimi. Diaspora duhet të ishte një e unike, një e tillë pa dallime politike dhe qeveria zgjedh ashtu si me votën e diasporës, përdor gjithë mekanizmat e saj shtetërore në interesin e vet elektoral. Këto e dallojnë Shqipërinë nëse do të ecë rreth rrugës së integrimit evropian dhe parimet të shtetit të së drejtës, apo do mbetet një shtet ku partia shtet njësohet dhe gjithçka përdoret për politikë se integrimi evropian dhe parimet e shtetit të së drejtës, apo do të mbetet një shtet ku partia shtet njësohet dhe përdor për politikë gjithashtu.